أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falëndrojmë Zotin Gjalla Gjalaluhu, ashtu si që meriton ai subhanahu wa ta'ala. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas, alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit Gjalla Gjalaluhu të shpjegojmë frytet e dashurisë për hir të Zotit subhanahu wa ta'ala, që në 3 derset e kaluara kemi folur për këtë vepër të zemrës, që është shumë e rëndësishme për muslimanin, në mënyrë që ta vazhdoj rrugtimin e tij drejt Zotit ashtu siç është më së miri, duke ja pas frikën atij, duke shpresuar në faljen e tij dhe duke dashur shumë Zotin Gjalla Gjalaluhu, për arsye se kjo është edhe komponenta kryesore që e dërgon muslimanin drejt pjedestaleve më të larta tek Zoti Gjalla Gjalaluhu, dashuria ndaj tij, frika ndaj tij dhe shpresa në faljen e tij. Ulema e Islamit kanë diskutuar gjëra gjatë për frytet që robi i merr në këtë botë dhe në botën tjetër, sa i përket asaj që robi e don Zotin e tij, dashuria ndaj Zotit. Çfarë fryte ka muslimani në këtë botë dhe në botën tjetër? Të dashur vëllezër, e para është që arrin në pjedestalet më të larta të Zotit Gjalla Gjalaluhu. I arrin shkallët, gradet më të larta tek Allahu i lartësuar kur robi e don Zotin e tij. Për arsye se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, kur është ardhur një prej shokëve të tij dhe i ka thënë: "O i dërguari i Allahut, meta saa?" Ka thënë: "Kur është bëhet kiameti?" Kur bëhet kiameti? Pejgamberi i Zotit i ka thënë: "Ma addat laha." Ka thënë: "Çka ke bëti për kiamet? Çka ke përgatitur ti për kiamet? Nëse bëhet sot kiameti, edhe ti del para Zotit, çka ke përgatitur për veprave të mira, sa kiameti ka më ardhur?" Ka thënë: "Ja Rasulullah, ma addatu laha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin." Ka thënë: "O i dërguari i Allahut, unë farzët i kryj të Zotit, mirë po s'kum përgatit shumë namaz nafile, vullnetar, as xherem nafile, as sadak shumë përveç zakatit obligim." Ka thënë: "Mirë po, lakinni uhibbu Allaha wa rasulahu." Mirë po unë dua Allahun dhe pejgamberin e tij. Unë dua Allahun Gjalla Gjalaluhu dhe pejgamberin e tij. Pra, pas kryerjes së obligimeve, po thotë që unë dua Allahun dhe pejgamberin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "Innaka anta ma'a man ahbabt." Ti ditën e gjykimit ki me qenë bashku me ata që i don. Me ata që i don. Pra, ky tha që unë dua Allahun dhe pejgamberin e tij. E pejgamberi i tha që ti ki me qenë në anën e Zotit ditën e gjykimit, ka me të mërri falja Allahut, mos u bëj dërt. Kry obligimet e Zotit, ndalon nga ato që i ka ndalu, duje Zotin çështu që shpothu ti dhe pejgamberin e tij, ki me qenë me ata që i don. Pra muslimani duhet me ditë kën e don dhe kën nuk e don. Nëse don Allahun dhe nuk krahasohet dashuria ndaj Zotit me asgjë tjetër për krijesave, automatikisht robi e don edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kur e don robi Muhammedin alaihi salatu wasallam, ka me qenë me to në xhenet, ka me qenë me to së bashku ditën e gjykimit. Ama kur njeriu nuk e din çka është Allahu, çka është Zoti, çka është dashuria ndaj tij, çka është pejgamberi, çka është libri i tij, çka është obligimi që duhet me e kry, edhe i thot vetit musliman, ai pastaj nuk di çka është kjo gjështje. Ai musliman vllaku ndoshta e ka vetëm kur vjen ndonjë festë, kur vjen ai bajram, kaq, ma shumë s'dim për Zotin Gjalla Gjalaluhu. Ai nuk e di çka është dashuria ndaj Zotit, ndaj pejgamberit të tij, ndaj librit të tij. Edhe ai e don dikon tjetër, zemra e tij është e lidhur me dikon tjetër. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë ti ke me qenë me ato që e don ditën e gjykimit. Andaj ta shikojmë se kom pedojmë. A e dojmë Allahun dhe pejgamberin e tij, apo i dojmë njerëz vagabond, njerëz të prishur, filon aktorin, filon futbollerin, filon pasunikin që është i çmendur, i çoroditur, apo kënë e dojmë ne si musliman. Cili është prioritare në zemrën tonë, sepse ne kemi me qenë me ato që e dojmë ditën e gjykimit. Prandaj, ditën e gjykimit, automatikisht
dahen safat, s'ka nevojë me u mundu me rrejt dikën. Automatikisht dahen safat vetë, sepse shpirti për ato që ka punu në këtë botë, do të jetë edhe me ta në ditën e gjykimit. Pra prej fryteve të dashurisë ndaj Zotit, dashur vëllezër, është që njeriu ka me qenë me ato që e don në ditën e gjykimit. Nëse ne dojmë Allahun, Allahu ka më na mëshiru dhe më na fal ditën e gjykimit, ka më na bë me ata njerëz që Allahu i ka dashur me ta më na qit në ditën e gjykimit. Nëse ne nuk e dojmë Zotin, nuk e dojmë pejgamberin e tij, veprat e mira, njerëz të mirë, atëherë do mos kemë me qenë me ata që Allahu nuk i don, elusmi Allahun që mos të jem prej tyre asnjëherë. Për këtë arsye, dashur vëllezër, muslimani e ka për detyrë që të mësoj për fenë e tij, mësoj për fenë e tij në mënyrë që ta di se kon me e dashur dhe kon mos me e dashur. Kur i robi pastaj e don Zotin e tij, padyshim që ka qef mo vetmu me të në ibadet, në adhurim. Ka qef mo vetmu me të në ibadet, në lutje, në adhurim, edhe në këtë dynjë. Është pyet Fudail ibn Iyadi dhe i ka thënë ti çfarë kohë e don më shumë, ti thotë idha ra'aytu lejla muqbilan farihtu bihi. Kur e shoh që nata po vjen, thotë unë e gëzona shumë. Fudail ibn Iyadi. Pse? Po thotë sepse wa qultu akhlu bi rabbi, sepse vetmona me Zotin tim dhe i bëj ibadet, lexoj Kur'an, i lutem atij. Wa idha ra'aytu as-subha adrakani istarja'tu. Dhe kur e shoh që është zvar dita, ka dita, thom inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allah tim dhe taj do të kthehemi. Pse? Sepse thot kerahiyat liqa an-nas, sepse thot ku mu taku me njerëzit. Ku mu taku me njerëzit. Wa an yaji'ani man yushghiluni 'an rabbi. Dhe mu taku me dikon që më largon nga takimi me Zotin tim. Me ja kry ati një punë, me ja kry këti një punë, më harroj pastaj që du të më taku me Zotin tim, me i boj ibadet ati, me i boj tasbih, madhnim ati. Pra kështu kanë qenë pare tonë, dashur vëllezër. Jënë gëzu kur ka nata sepse kanë falë namaznate, kanë boj ibadet, kanë boj dhikr, kanë lezu Kur'an, kanë boj tasbih, e kanë dash Zotin shumë. Kur robi e don dikën ka qef më vetmu me të edhe me i boj ibadet, Allahu xhalla xhelal. Prandaj dashuria ndaj Zotit është prej fryteve që e arrit robi një pjedestalet më të larta tek Allahu xhalla xhelaluhu wa taqaddasat asma'u. Thot një prej ulemave të Islamit, kur mbillet në zemër pema e dashurisë për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe ujitet kjo pemë me njohjen e Zotit, me njohjen e Zotit. Jo vetëm me thonë e du Zotin, por duhet me e njoft atë nëpërmjet librit të tij, nëpërmjet ligjëratave, nëpërmjet mësimeve. Dhe pastaj thot, ujitet me njohjen e Zotit dhe sinqeritetin ndaj Zotit dhe pasohet me ndjekjen e rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Athmarat anwa' al-ibadat. Kjo pemë pastaj thot, ka me dhon fryte të lloj-llojshme të adhurimit ndaj Zotit xhallahu ala, wa atat ukula kull hin bi idni rabbiha. Ka me dhon fryte të panumërta të ibadeteve me lejen e Zotit xhallahu ala. Por vetëm duhet me pas këtë pemë në zemër dhe me ujit. Jo, nuk mjafton vetëm me thonë e du Zotin, edhe ma ndal vetëm me kaq. Po atë pemë të dashurisë që kemë në zemër duhet të me ujit me njohje të non-stopshme të Zotit, me adhurim, me ibadet, me dashurinë ndaj Resulullah dhe me ndjekjen e rrugës së tij alayhi salatu wassalam. Kjo është e para. E dyta, prej fryteve të dashurisë ndaj Zotit, dashur vëllezër, është që i lehtëson sprovat. Ja lehtëson robit sprovat. Kur robi e don Zotin e tij shumë, çdo sprovë që e godet në dynjë ka me qenë shumë e lehtë për to. Qoftë musibet në familje, qoftë musibet në pasuri, qoftë musibet në shëndetin e tij. Çka do të qoftë prej sprovave që e sprovon Allahu xhallahu ala robin e tij, kjo ka më shndru në kënaqësi dhe jo në hidhrim. Thot një prej ulemave të Islamit, një Amir ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala, thot ahbabtu Allah hubban sahala alayya kullu musibatin. Thot e kom dash Zotin xhalla xhelaluhu me një dashuri të sinqertë. Thot edhe Allahu më ka lehtësuar të gjitha sprovat, musibetet që i kom pas. Çdo sprovë thot që e kom pas, thot ka qenë shumë e lehtë për mua pastaj. Për këtë arsye muslimanit kur i ndodh fatkeqësi dhe është musliman i sinqert, qoftë në vdekje, qoftë, domethënë humbje të anëtarëve të familjes,
qoftë më thonë humbje të pasurisë, ose sprovë të shëndetit, ose çka të qoftë ajo, muslimani e shet që është i kënaqur me atë që e ka caktuar Allah. Dhe e din që nuk dalë me jashtë asaj që e ka caktuar Zoti. Sepse sprova dashur vëllezër, Allahu i lartësuar i dërgon në dynjë për ta dalluar të mirin nga i keqi. Për ta dalluar të mirin nga i keqi. Se i miri edhe i keqi vrehen në sprova. Kur Allah sprovon dikën, i miri thot alhamdulillah. Allah më ka sprovu, du të me bë sabër, me bë gajret. Edhe ngritet lart te Zoti. E kur i keqi sprovohet, ai e fajson Zotin. Pse më ndodhi mu kjo, pse e qysh, e tek, e si, e çaj kumban e Zotit, e kështu më radh, ai domthon, ka rapi sprovës, ka rapi provimit, dhe ka humb tek Zoti xhella xhelalu. Pse Allah i dërguar, Allah i lartësuar i dërgon sprovat? Pse? Tham me dallut mirin nga i keqi. Allah i lartësuar e din çka kemë me vepru na, çka kemë me bë na gjatë sprovave. E ka ditë hala pa na kriju. Hala pa na kriju në ezel, 50.000 vite para se më na kriju neve, e ka ditë Zoti çka kena me bë na, çka bojmë, çysh do të reagojmë në sprova, që kena më mbledh në këtë xhami. Pse pra na sprovon? Shumë pyetje logjikshme. Sepse Islami është sa është i argumentuar, është edhe logjik. Thonë ulema e Islamit, për ta merituar shpërblimin e Zotit dhe për ta merituar dënimin e Tij. Sepse njeriu mund me thonë ditën e gjykimit, po s'u ke sprovuar Zoti, nuk e di çka është shpërblimi dhe dënimi. Do të argumentojë pastaj. E Allahu e sprovon robën, edhe pse di se çka ka me vepruar, para se me kriju, sepse ne jemi krijesat e Tij dhe nuk na imponon, po na ka lënë të lirë në veprimet tona. Robi sprovohet në mënyrë që ta meriton shpërblimin me sprovën e tij, qoftë sepse sprova është edhe obligimet që i bën Zoti, sprovë janë edhe ndalesat, edhe ta meritoj dënimin e Zotit xhella xhelalu. Sepse Allah na ka sprovu, ka thotë duhet më fal 5 kohë namazit. Duhet më fal. A i kryjm apo nuk i kryjm? Është pastaj sprova jonja. I kryjn e meriton shpërblimin. Nuk i kryjn e meriton dënimin. Sepse Zoti na ka sprovu. Kështu me agjerimin, kështu me zakatin, kështu me haxhin, kështu me të gjitha obligimet dhe ndalesat që Zoti xhallahu ala i ka dërguar për neve. Prandaj, të dashur vëllezër, ai që e don Zotin e tij sinqerisht, të gjitha obligimet dhe ndalesat dhe sprovat ja lehtëson Allahu i lartësuar. Ja lehtëson dhe ky kënaqet me obligimet që ja ka bërë Zoti, dhe kënaqet duke u largu nga ndalesat që Zoti xhallahu ala ka ndaluar, dhe kur e godet do një sprov nga një fatkeqësi, ai bën sabër dhe e merr shpërblimin tek Zoti xhalla shanuhu wa taqaddasat isma'u. Çështja tjetër dashur vëllezër besimtar, që është shumë e rëndësishme, gjithashtu kur robi e don Zotin e tij, e dëshiron takimin me ta. E dëshiron takimin me ta. Kjo është teje e rëndësishme. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, ai që e dëshiron takimin me Zotin e tij, edhe Allahu e don takimin me të. Ai që e urren takimin me Zotin e tij, edhe Allahu e urren takimin me ta, s'don me taku hiç. Për arsye se robi kur punon keq, kur punon vepra të liga, kur nuk i bën ibadet Allahut ashtu siç duhet, ai nuk e don takimin me Zotin e tij. Për arsye se e din çka ka vepruar, e urren takimin me Zotin, edhe Allahu e urren takimin me të. Kur muslimani i devotshëm i bën ibadet Zotit në atë formë që e don Zotin aq shumë, e don takimin me Zotin e tij. Edhe Allahu e don takimin me të. Edhe Allahu kur e takon robin, e fal atë. Ka një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çdo njeri prej juve do të takoni Zotin tuaj pa pas nevojë për përkthyes. Një nga një, secili prej neve do të takoni Zotin tuaj pa pasur nevojë për përkthyes. Edhe Allahu xhallahu ala muslimanin e mëshiron dhe ja përkujton gjunaat që i ka bërë në dynjë. Ja kujton gjunaat Zotit xhallahu ala. I thato filan i biri filanit. A e din filan venin çfarë gjuna ke bërë? Filan ditën, filan momentin, ja kujton gjunaat e tij që i ka bërë në dynjë. Çe i thotë robi Zotit, o Zot, a nuk mi ke falë?
Thot mos me ti pa fal, nuk të kisha prue në këtë vend ku je. Mos me ti pa fal, nuk të kisha prue në këtë vend ku je. Pra Allahu Jalla wa Ala do të na takojë dhe lusmi Allahun që takimi jonë me Zotin të jetë i mëshirshëm. Allahu na mëshiron dhe të na don dhe të na bëjë për atyre robërve që Allahu Jalla wa Ala është i kënaqur me neve, kur Zoti është i kënaqur me robërit e tij, nuk i dënon robërit e tij, po i shpërblen robërit e tij. Dhe ka të tillë të cilët Zoti si takon fare heq, po drejt shkojnë në xhenem, sigurisht që janë pabesimtarët, kriminalët, zullumçarët. Allahu s'jam mundson takimin me to, po drejt dënon dhe shkojnë në zjarr të xhenemit. Pra prej fryteve të dashurisë ndaj Zotit, të dashur vëllezër, është që robi e don takimin me Zotin e tij, përmallohet me taku Zotin e tij. E ka adhuruar në këtë dynjë shumë se ka pa, dëshiron me pa Zotin e tij ashtu siç takon madhërisë. Prandaj thamë edhe më herët, shikoj kom po e dona. Cila është në zemrën tonë dashuria më e madhe? A është dashuria për Zotin dhe pejgamberin e tij apo për krijesat e ndryshme? Sepse e vetmja dashuri që sa herë që shtohet doza, është e vyshme dhe ka shpërblime, është dashuria ndaj Allahut, që nuk i bën në dëm robit. E vetmja dashuri që si bën dëm, është dashuria ndaj Zotit. Sa herë që shtohet, njëri bëhet më i devotshëm. Njëri bëhet më i dobishëm për veten e tij, për shoqërinë ku jeton. Dërsa kur shtohet doza e dashurisë ndaj krijesave, mbi dozën e dashurisë ndaj Allahut, është shumë e dëmshme. Shumë e dëmshme është për robin. Sepse pastaj kalon në adhurim të diçka tjetër dhe ju ndaj adhurim ndaj Allahut të lartësuar, ku pastaj pason dënimi i Allahut të lartësuar. Dhe tjetra më radhë të dashur vëllezër, kur robi prej fryteve të dashurisë ndaj Zotit është që kur robi i rregullon raportet mes tij dhe Zotit, Allahu do t'ja rregullojë raportet mes tij dhe krijesave të tij. Pra, do e mos ke lidhet me njëra tjetrën. Pra kur robi e don Zotin e tij ashtu siç duhet, i kryen obligimet dhe ndalohen nga ndalesat, Allahu Jalla wa Ala kam i rregulluar raportet mes tij dhe njerëzve të tjerë. Ai që i prish raportet mes tij dhe Zotit, duke mos i kryer obligimet dhe duke bërë gjinoa, do ja prish Zoti Jalla wa Ala raportet mes tij dhe njerëzve. Do të thonë në zemrat e njerëzve nuk është më i njëjtë. Një njeri që e don Zotin ashtu siç duhet, i kryen obligimet me sinqeritet, dalohet nga ndalesat. Ai ka dashuri në zemrat e njerëzve. Tek njerëzit është i dashur, e dojnë njerëzit, kanë qef me u taku me te, kanë qef me nejt me te, me ndëgju për fjalëve të tij. Edhe ai njeri që nuk e don Zotin Xhallahu Ala, nuk i kryen obligimet, padyshim që edhe raportet mes njerëzve nuk i ka të mira. Nuk e dojnë njerëzit, nuk e dojnë takimin me te, sepse ne jemi me këmbësit e Zotit tokë dhe Allah Xhallahu Ala lëshon ato që ne e kemi në zemër, lëshon edhe në zemrat e besimtarëve dhe njerëzve në tokë. Tjetra të dashur vëllezër që është gjithashtu teje e rëndësishme është që kur robi e don Zotin e tij, ndjen kënaqësi në zemër, ndjen kënaqësi në zemrën e tij. Këtë kënaqësi nuk mundet me pagu askush dhe nuk mundet me qenë me diçka mu krahasu në dynjë. S'mundet. Pra kur robi e don Zotin e tij, duke i kryer obligimet dhe duke u ndaluar nga ndalesat, ndjen qetësi dhe dashuri në zemrën e tij, kënaqësi që nuk e ndjen me asgjë tjetër. Për këtë kanë thënë ulemaja e Islamit, me ditë mbretërit çfarë kënaqësi e kem në zemra. Kishin me laftu me shpata me najmarat, apo nuk mundet. Sheikhul Islam Taymija ka vdekë në burg, rahmetullah alayh. Mirë po çka? Imam Abu Hanife gjithashtu dhe shumë të tjerë për ulemat e Islamit. Mirë po thot, nuk është i burgosur ai që është mbrana prapa grilave. I burgosur është ai që ka zemrën e burgosur. Nuk është ai që është prapa grilave, sepse ka mundësi që dikon pa drejtësisht e kanë fut prapa grilave në burg. Po zemra thotë nuk kam të burgosur, kam të lidhur me Zotin tim. E dikush është i lirë, nuk është në burg, po zemrën e ka të burgosur prapa epsheve, prapa gjërave të këqija, është i burgosur për së gjalli, edhe pse lëviz me këmbët e tij. Edhe pse lëviz me këmbët e tij. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot në hadith, thalathan man kunna fihi wajada halawat al-iman. Tri gjëra nëse janë tek robi, ka me gjetë kënaqësinë dhe ëmbëlsinë e imanit, për këtë që jam duke u folur.
Për këtë që jemi duke folë. Cila është? E yakun Allahu wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwa. E para që Allahu dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur tek robi se sa gjithçka tjetër që mundet me ekzistu. Dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit të tij mos mu krahasu me asgjë hiç. Kur robi e ka këtë në zemër, e gjen ëmbëlsinë e imanit në zemër, qetësinë, rahatin në veten e tij, në familjen e tij, në rrethin e tij e kështu me radhë. Që Allahu dhe i dërguari i tij më kanë më të dashur në zemrën e robit. Pastaj thotë: "Wa an yuhibbu al-mar'a la yuhibbu illa lillah." Edhe robi thotë e dyta, kur don diçka, e don vetëm për hir të Zotit, jo për interesat e kësaj dynjaje. E don vetëm për hir të Zotit, e don diçka për Allah dhe e urren diçka për hir të Zotit. Nuk i lidh me interesat e kësaj dynjaje, kurrë hiç. E don një njeri sepse është njeri i mirë, për hir të Zotit e don. E urren një njeri sepse është njeri i ligë, për hir të Zotit e urren. Dhe e treta, wa an yakrahu an yauda fi al-kufri kama yakrahu an yuqdhahu fi an-nar. Dhe e urren që të kthehet në mosbesim, në ato në devijim që ka qenë më herët, e urren kur e kujton veten e tij çka ka qenë, thot për to më dëshirueshme kishte më qenë me hudhë në zjarr se sa më kthy në ato që ka qenë. Thot kur robi ka këto trija parasysh, e ka arritë ëmbëlsinë e imanit. Por njeriu gjithë secili prej neve është gabimtar. E ka kaluar ndoshta një periudhë të jetës në gabime, në gjunoa, në mëkate, është kthy në rrugën e Zotit. Kur i kujton ato, i urren sikurse me hudhë në zjarr. E Allahu e don këtë urrëtie. E don këtë vepër. E nuk e don ato i cili thotë ti mos shkon në xhami se a di çka ke vazboti kur i thon. Ky është shejtan apo? Ky është shejtan. Që ky njeri është shejtan me dy kam. Edhe me dy dorë. Mëse ngata më thon po ti a di çka ke vove po ti kush je kanti po ti sta fal Zoti. Domethën ajo është shejtan i cili është në sojën e njerit, mundohet me të pengu me shku tek Zoti. Mundohet me të pengu me shku tek Zoti. Andaj mos ja vër veshin këtij njeriu. Çdo kush që del në pengesë këtij lloji, veç tu jaudhu billahi minash shaitanir rajim dhe largo prej tij. Sa është shejtan njeri. Njerëzit janë dy, domethën njerëzit janë ose shejtan ose është njeri i mirë. S'ka tretë. Kështu janë edhe e gjint që ne si shoh, ose janë shejtan, ose janë e gjint besimtar musliman që falen si ne. Sepse shejtani është dy lloje, ins edhe gjint. Edhe njeri edhe e gjint. E ai që thotë ty, mos shkon në xhami se ti a di kush je ka, është shejtan. E Allah po thotë, ky besimtar kur kthehet te Zoti, Allah ja fal ato që i ka kalu. Po ky kur i kujton, i urren sikurse me udhë në zjarr. Andaj vazhdoi rrugtimin. Kush i ka këto tri gjëra e arrin ëmbëlsinë e imanit, sepse dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit e tij nuk krahasohet me asgjë. Edhe don dikën vetëm për hir të Zotit dhe e urren mu kthy në ato që ka qenë, sikurse që më mirë për ta kishte më qenë me undë në zjarr se mu kthy në atë. Dhe e fundi thot Fudhal ibn Iyadi rahimahullahu ta'ala, kafa billahi muhibban, o rob thot mjafton Allahu me dash atë, o bil Qur'ani mu'nisan, edhe të mjafton Kur'ani si udhëzues, o bil mauti wa'idhan, edhe të mjafton vdekja si këshill, wa kafa bi khashyati Allahi ilman, mjafton frikën ndaj Allahut për dije, o bil ighrari billahi jahlan, edhe largimi nga Zoti mjafton për ignorancë. Këto ki parasysh. Mjafton Allahu me dash, Allahun xhallahu ala, Kur'anin me qenë udhëzuesi jon, vdekja me qenë këshilla jon, këshill më të madhe se sa vdekja nuk ka, që neve me na këfjell kanë herë dhe me na tregu që një me një e gjys, qaq ma shumë s'ka një me dy, qaq është veni jo, edhe krejt ato që i kem punu keme i lanë, edhe keme i marë ato vepra që ne i kem pas në dynja dhe keme marë në pyetje për to, dhe thot, mjafton frika ndaj Allahut për dije, sepse njeriu kur ka dije i friksohet Zotit dhe kur nuk ka dije nuk i friksohet atij, dhe largimi nga Zoti mjafton për ignorancë, sepse njeriu i mençur nuk largohet nga Zoti i tij, por ai i cili është ignorant, duke lutur Allahun që të na falë neve dhe ju, wallahu ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.